Po, edhe që janë poshtë në renditje, nuk do me thonë që janë ekip i lehtë, Vora është një ekip i fortë, që nuk duhet në nënvlerësuar. Po ne do shkojmë nesër për maksimumin, do shkojmë për 3 pikë edhe asgjë ma pak. Po normal që jam i kënaqur, e di vetë që kam përjetuar një periudhë pak të vështirë me dëmtimet, po tashni e mirë edhe në stërvitje edhe në neshe, edhe jam gati për me ndihmuar ekipin sa të mundem. Normalisht kam pas nevojë për pak kohë mu ambientuar, por jam i kënaqur, po e di që mundem edhe ma shumë me bo për këtë ekip. Po normal, tash kjo është synimi jonë me majt vendin e parë, me shku me i avantazh në Final Four, edhe synimi jonë është me dal kampion, duke që jena në rrugë duar. Do bëjmë maksimum me shinu ma shumë gola, edhe me pësuar pak si jena të pësu pak. Po e rëndësishme është me fitu, me marrë 3 pikë, tash ma e rëndësishme edhe pse është 1-0 ose 3-0, pikët janë të njëjta, edhe kjo është ma e rëndësishme për ne. Presioni, se di, është presion, po kena pritshmëri, duhet me dha maksimumin edhe jena afër, po halas jena aty. Do me thonë, me dha maksimumin edhe që i shoh. Po jena në rrugë duar për të 2 trofet, pse jo mos me i marrë të dyja. Mdoket është ndeshje e vështirë me Dinamon, po tash jena të fokusuar me ndeshje me Vorën nesër, edhe me marrë 3 pikë nesër e pastaj vazhdoj.